Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa ba'd. Dersën e fundit e morëm hadithën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ku tha: El mu'minu al-qawi khairun wa habbu inda Allahi min al-mu'mini al-da'if. Besimtari i fortë është më i mirë dhe më i dashur te Allahu se sa besimtari i dobët. Dhe sqaruam se qëllimi me forcën këtu nuk është për qëllim forca trupore, forca fizike, siç mendojnë disa njerëz. Dhe pastaj kalojnë kohë të shumta duke bërë ushtrime, stërvitje, ecje, vrapim dhe dëfrime në për këto ushtrime dhe stërvitje të ndryshme. Dhe thotë që kështu po thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Pa ka keq kuptuar këtë hadith, besimtari i fortë është më i mirë dhe më dashur te Allahu se sa i dobët për nga ana fizike. Edhe pse thamë në dersën e kaluam që forca trupore fizike është gjë e kërkuar në fe. Mirë po spari që hyn në këtë hadith është forca e imanit, forca e fesë, forca e adhurimit ndaj Allahut subhanahu wa taala. Po besimtari i fortë në imanin e tij, në fenë e tij dhe në adhurimet që ja kushton edhe ja drejton Allahu subhanahu wa taala. Po këtë arsye Imam Nawawiu e ka sjellë këtë hadith në këtë temë, po tema që flet për përpjekjen. Po sigur Imam Nawawiu po don me na sqaruar neve se si njeriu pra tjetë i fortë në fenë e tij. Po qëllimi ose tema na flet dhe na tregon njeriu është i fortë në fenë e tij atëherë kur lufton nefsën e tij. E mundon vetë nefsën e tij, po përpiqet që ata adhurojë dhe t'i bindet Allahu subhanahu wa taala. Pra kjo është besimtari i fortë, po besimtari i fortë është ai i cili nuk arrin shejtani i tij me dominu mbi të, me triumfu. Po ashtu nefsi i tij i cili urdhon për të keq, apo epshet e tij, dunjaja, nuk arrin me triumfu mbi të, me dominu mbi të. Mirë po ai i shkel të gjitha këto gjëra me dy këmbët e tij. Po ky është besimtari i fortë, ai i cili në adhurimin ndaj Allahut subhanahu wa taala vendos para dëshirave, para tekave dhe epsheve të tij. Ndërsa besimtari i cili ka fuqi i fortë në trupin e tij, po gëzon shëndet plot, mirë po për shembull nuk zgjohet për namaz sabahit, apo nuk shkon me fal namazet, 5 kohë namazet në xhami, së bashku me xhamatin e muslimanëve. Për shkak se vendosmëria e tij është e paktë, apo zemra e tij është e dobët. Atë cila është dobia e forcës fizike që e ka ai? Çfarë përfiton ai për kësaj fuqie, për kësaj force të trupit? Apo tjetër për shembull, ka fuqi dhe forcë fizike mes si sa më lart 2 orë, 3 orë ose me vrapu. Mirë po pastaj nuk ka mundësi ose nuk qëndron. Po nuk e zgjat qëndrimin në këmbë në namazin e tij kur dal para Allahut subhanahu wa taala. Ku është forca dhe fuqia këtu? Prandaj pra qëllimi me besimtarin e fortë është ai i cili është i fortë në imanin e tij, në namazin e tij, në leximin e Kuranit, në përmendjen e dhikrin e Allahut subhanahu wa taala, në agjerimin për Allahun subhanahu wa taala kështu më radh. Për këtë arsye, Shumayt ibn Ajlan Allahu shoh ka thënë: Inna Allaha azza wa jalla ja'ala quwwata al-mu'mini fi qalbihi wa lam yaj'alha fi a'da'ihi. Allahu fuqinë forcën e besimtarit e ka vendosur në zemrën e tij dhe jo në gjymtyrët e tij, në trupin e tij. Ala tarawna shaykha yakunu da'ifan yasumu al-hawajir wa yaqumu al-layl wa ash-shabu ya'jizu an dhalik. Sa ta nuk e ke pasë si një plak që është i dobët, po për shkak të lëstrisë e ka godit pleshria dhe dobësia trupore, thot, edhe pse është i moshuar, ai agjeron gjatë ditëve të nxehta dhe fal namaz natës, ndërsa i riu thot nuk ka mundësi me vepru këtu. Dhe kjo habi largohet po kur njeriu i sheh disa të moshuar, të cilët janë të dobët fizikisht, se si domethënë shtyn veten e tyre, detyrojnë veten e tyre duke u mbështetur në shkopin e tyre, duke të heshur këmbën zvarr, dhe e sheh që i njëjti pra nuk e lën asnjë prej namazeve pa e fal në xhami. Mirë po kjo habi largohet atëherë kur njeriu e din se këtë kjo kthehet te forca e imanit që Allah subhanahu wa taala ka dhënë atyre dhe ka vendosur në zemrat e tyre. Për dallim për atij që ka zemrën e dobët ose ka dobësinë në zemrën e tij, ky nuk ka mundësi më ngrit me fal namaz, ose domethënë me shku në xhami e fal namazin së bashku me xhamatin musliman, edhe se është njeriu pra më i fortë
nga ana fizike. Për këtë arsye, gjeneratat e para të muslimanëve, sahabëve dhe tabiinët, edhe të tjerët ka pas mundësi ndonjëherë prej tyre mu dobësu nga ana fizike për shkak të peshqisë ose për shkak të smundjes, mirë po kur nuk e ka lënë namazin me xhamat. Ka se imani i tij ishte i fortë, edhe pse trupin e kishte të dobët. Siç transmetohet për Abdullah ibn Mas'ud që thotë inna ar-rajula ay min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam yu'ta bihi yuhada bayna ar-rajulayn hatta yuqama fi saf. Ndonjëri prej shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e sillnin në xhami duke u mbështetur në dy burra të tjerë, derisa vendosnin në saf. Edhe vetë pejgamberi on Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në ditët e fundit të tij jetës kur ju përkeqësua gjendja shëndetësore, mbështetej kështu në dy prej sahabëve të tij. Për shkak se që është smundja i kishte përkeqësuar, trupi ishte i tij ishte dobësuar, pra e sillnin në xhami duke u mbështetur në dy prej sahabëve dhe duke i tërhequr këmbëzvar derisa vinte në xhami për t'ia falur namazin me xhamat. Dhe si sa më lart nuk ka dyshim që forca trupore pra ndihmon njeriu me u bindë Allahut, me u nështru Allahut subhanahu wa taala, nga se ka mundësi që njeriu kur dobësohet pra nga ana fizike, ndoshta nuk ka mundësi me agjëru, nuk ka mundësi për shembull me qëndru gjatë në këmbë, apo me mësu Kur'an apo me lexu kështu më radh, me mësu Kur'an për mësh apo me lexu sa më shumë. Prandaj pra ajo që kërkohet për njeriu është që spari të mundohet të jetë i fortë në imanin e tij dhe kjo arrihet duke luftuar nefsin e tij, por duke bërë përpjekje të mëdha. Dhe pastaj në anën tjetër gjithashtu mos më lën masdore shëndetin e tij dhe forcën e tij fizike. Ka se këto gjëra ndihmojnë që mi shtu adhurimet edhe bindet ndaj Allahut subhanahu wa taala. Prandaj nëse bëhen bashkë, po forca e imanit dhe forca trupore, kjo është hajër mbi hajër, është mirësi mbi mirësi. Ka se të shtohen adhurimet, të shtohen veprat, të shtohet kthimi te Allahu subhanahu wa taala. Mirë po, në anën tjetër nganjëherë vetëm forca fizike është shkatrim ose fatkeqësi për personin nëse nuk e përdor, që kemi thonë ndërsa kalum në bindjen e Allahut ose e përdor në mëkat ndaj Allahut. Dhe kemi shpjeguar edhe hadithin në dersat e kaluara kur pejgamberi sa ka thonë ni'matani maghbunu fihi ma kathiru min an-nas. Janë dy nimete, dy dhunti që shumica e njerëzve janë pra të mashtruar, nuk përfitojnë për këtyre dy mirësive, sihhatu wal farag, pra shëndeti dhe koha e lirë. Po shumë për njerëzve kanë gëzojnë shëndet plot, kanë forcë në trupin e tyre mirë, po nuk përfiton për këtij shëndeti, nuk përfiton për kësaj forca dhe fuqie përmes gjërave me të cilat e afrojnë te Allahu subhanahu wa taala. Pra pejgamberi sa bëhet besimtari i fortë është më i mirë dhe më i dashur te Allahu se sa besimtari i dobët, pra ai që është i dobët në imanin e tij, po nuk e lufton veten e tij, nuk bën përpjekje, atë cilën e ka arrit pra shejtani me dominu, me triumfut e tij ndaj tij ose epshit e tij ose tekat e tij. Po gjithashtu edhe ai që është i dobët në trupin e tij në kuptimin që është tregohet demel, tregohet domethënë për tas në adhurimin ndaj Allahut subhanahu wa taala. Nuk ka i tilli nuk ka mundësi me u bindë Allahut, nuk ka mundësi me shpejtu në punë të mira. Mirë po, pejgamberi sa bëhet u fikulin khair, po në çdo një prej tyre ka hajër dhe mirësi. Kto kemi shpjeguar derisa ne kalum, që pejgamberi sa më ka sjell këtë fjali në mënyrë që mos më mendu dikush se në besimtarin në dob nuk ka kur far hajër, nuk ka kur far mirësie. Përkundrazi ka hajër përderisa është besimtar, përderisa i bindet Allahut, përderisa ka adhurim me taj, ka hajër në të. Po siç kemi thënë, ai bile është më i mirë se sa ai që nuk është besimtar hiç. Mirë po ajo që përfitojnë prej kësaj pjese të hadithit e që nuk e kemi përmendur derisa në kaluar se pejgamberi këto po na shpjegon se hisja e insanit, pjesa e insanit, pra njeriu, hisja e njeriu në mirësi është në varësi të hisës që e ka në iman, në besim. Prandaj që nuk ka iman fare, nuk ka fare hajër dhe mirësi në të. Ka se imani është baza, është themeli. Kurdo që humbi imanin nuk ka kur fare hajër dhe mirësi në të. Megjithatë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pastaj pas kësaj fjalie po na nxit neve po pasi që po na nxit neve me pas forcë që është ndër tash të imanit e kështu me radhë, po na shpjegon se si me arrit këtë forcë, se si me arrit këtë fuqi. Ku është sekreti i kësaj force? Dhe thamë që ndërsa e kaluam që për pasaj në hadithin vazhdimi ka përmend 4 rregulla se si njeriu pra arrin me realizu forcën dhe fuqinë në imanin e tij. E para që po përmend për po thotë ihris ala ma yanfuk wasta'in billah wala ta'jaz.
këto janë 3 rregulla, pra kushtoj rëndësi, tregoj i zellshëm në gjërat që të bëjnë dobi, pastaj kërkoj ndihmën prej Allahut subhanahu teala dhe mos u tregoj pa aft. Po këto pejgamberi sa bona nxit që çu sa më deri tash me bë përpjekje, që me vepru punë, vepra, cilat na afrojnë te Allahu subhanahu teala, për me dhon maksimumin mundin ton, me shpenzu për mundin ton, me dhon maksimumin ton në vepra që janë dobishme për neve, bindje dhe adhurime që janë dobishme për neve te Allahu subhanahu teala. Prandaj, për mëson këto nuk po thot pro fillimisht tregoj i kujdesshëm për gjëra që nuk të bojnë dobi te Allahu subhanahu teala. Mi po thot tregoj i kujdesshëm i zellshëm, po këto është forca dhe fuqia për ato gjëra të cilat kanë më të bëjë dobi në botën tjetër te Allahu subhanahu teala. Po në parim në origjinë këtu ose në fillimisht nuk po thot, nuk është qëllimi i hadithit që më tregoj i kujdesshëm për gjërat që të bojnë dobi në jetën e kësaj bote. Edhe pse edhe kjo që më shpjeguam poshtë, edhe këto përfshin hadithi i Pejgamberit. Mirë, po në fillim, po në parim qëllimi i hadithit është më tregoj i kujdesshëm për gjërat që të bojnë dobi te Allahu subhanahu teala. Qoftë që tha më lart namaz, agjerim, dhikr, leximi i Kuranit, bamirësi ndaj prindërve, sjellje e mirë, po mbajtje lidhje farefisnore, me urnu për të mirë, me ndalu nga e keqja, me bë davet thirrje për te Allahu subhanahu teala. Me ndihmu atyre të cilat ju bëhet pa drejtësi, me qenë pra në përgjithësi bamirës ndaj njerëzve, mos u ledrizu me të varfrit, me novitarët, e kështu me radhë. Po gjitha ato gjëra që janë dobishme për ty. Prandaj një vepër sa më e dobishme që është, kujdesi muslimanit pa vepër duhet të jetë më e madhe. Dhe vepra më e dobishme ose më e dobishme që është për njeriu në jetën e kësaj bote është me u kthy Kuranit, librit të Allahut subhanahu teala. Po me mësu për mensh, aq sa ja leson Allahu, pastaj me këtë Kuran, po me fal namaz natës, po me zgjat sa më shumë namazën natës, gjithashtu po me qenë kujdesshëm me nejt gati obligimeve, çështjeve të preferuara, adhurimeve të preferuara, kështu më. Kjo është pra gjëra më e dobishme për besimtarin. Prandaj pra besimtari duhet i kushtoj kësaj kujdes më shumë se çdo gjë tjetër. Sot njerëz e veprojnë të kundërtën. Po ne mundem me shiku, me hedh shikimin të njerëzve me pas se sa janë të kujdesshëm ose të zellshëm për dunjon e tyre. Për shembull, se diku i thu pse nuk tregosh i kujdesshëm për namazin, thotë vallahi jam i zonë me punë. Jam i angazhuar. Tjetër i thu për shembull pse nuk mëson dije, pse nuk prezanton në derse, ligjërata, prapë thotë jam i zën. Ose kam angazhime të shumta. Pse nuk mëson diçka prej Kuranit përmesh, nuk më kam kohë, jam me angazhime. Mirë po, cila është arsyeja e gjithë kësaj, pse ata nuk tregohen të zellshëm për punë të ahiretit, është nga se janë lakmitar dhe janë të zellshëm për jetën e kësaj bote. Po me grumbullu sa më shumë pasuri, tregohet i kujdesshëm që me mbledh sa më shumë pi pasurisë, ose që me realizu sa më shumë dëshirat edhe epshet e tij, mu kënaq me kohën e tij në cilën jeton. Prandaj i tilli pra humb shumë prej kohës së tij, humb shumë prej jetës së tij. Dhe këtu po vjen kjo këshilla pejgamberit ose kjo urdhër pejgamberit po thotë ihris ala ma yanfuk. Tregoj kujdesum i zellshëm për ato gjëra që të bëjnë dobi. Nuk ka gjë më të dobishme për zemrën e njeriu se sa me meditu rreth Kuranit. Me mësu Kuranin përmesh, me punu me këtë Kuran, pastaj me fal namaz natë me këtë Kuran. Kjo është ajo që pra njeriu do të mundohet t'ia kushtoj të gjithë kohën e tij ose shumicën e kohës së tij. Dhe ky hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që ose kjo pjesë e hadithit që e lexuam kur po thot ihris ala ma yanfuk, pra e pam që është një porosi madhështore, një porosi përmbledhëse e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po mundohu përpiqu me arrit, po edhe me vepru ato gjëra që të bojnë dobi. E kundërta gjëra që bojnë dobi janë gjërat që të bojnë dëm. Ose gjërat që as nuk ka dobi, as nuk ka dëm në to. Kjo është e kundërta e gjërave që të bojnë dobi. Po këtë çështjet ndohen në këto 3 kategori.
Një kategori janë ato që i bojnë dobi njeriut. Kategoria tjetër janë ato që e dëmtojnë njeriun. Dhe e treta është që as nuk e dëmtojnë, as nuk i bojnë dobi, as nuk e dëmtojnë. Kështu që njeriu i mençur, po ai cili është këshilltar i sinqert me veten e tij, do të më pranu këtë porosi të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe më punu me të. Po më tregu i zallshëm edhe domthon i kujdesshëm për gjërat që i bojnë dobi. Dhe shumica e njerëzve sa siç e dim, pra i humbin kohën e tyre në gjëra të padobishme, madje në gjëra që ju sjellin dëme të mëdha, pasojë të mëdha qoftë për veten e tyre, qoftë për fenë e tyre. Dhe për këtë arsye pra dohet që ne se musliman t'ju themi këtyre, po t'i paralajmërojmë t'ju themi që ju nuk keni punuar me këtë porosi të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ose nga ignoranca, mosdia, ose nga neglizhenca. Mi po besimtari që është i mençur, besimtari që është i vendosur, është ai i cili e pranon këtë këshill pi pejgamberit, këtë këshill sinqert prej tij. Dhe feja është këshilla e sinqertë, dinu nasiha. Po për nëse me ka dhënë këtë këshill sinqert, po besimtari i mençur e pranon. Edhe gjithmonë tregohet i zellshëm i kujdesshëm për gjërat që i bojnë dobi në fenë e tij, po edhe në dunjon e tij, që kanë më shpjegoj inshallah më poshtë. Dhe do të mu largu prej gjërave që i bëjnë dëm, edhe për aty në gjërave që nuk ka as dëm as dobi për ty. Për dy këto kategorive të fundit besimtarit do të më qëndru sa më larg. Po ky hadith madhështor do të që jetë si një fanar për besimtarin në veprat e tij, qofshin pra që kanë bëjnë me fenë apo me dunjon. Nga se kështu po thot për jasone këtë porosit për mbledhse. Ihris ala ma yanfuk. Ke kujdes, pra ruje ose tregoj zellshëm për gjërat që të bojnë dobi. Po çdo gjë që të bën dobi në këtë botë, po për çështja që lidhen me fenë apo me jetën e kësaj bote. Prandaj mirë po nëse kundërshtohen dobia e fesë me dobinë e dunjos, atëherë besimtari padyshim jep përparësi dobisë së fesë. Nga se nëse premisohet feja, premisohet edhe dunjaja. Mirë po dunjaja nëse premisohet duke pas fenë e korruptuar, fenë e prishur, atëherë edhe kjo dunja do të prishet mos një kohë, do të korruptohet. Pra në këto fjalë pejgamberi sa ihri sallallahu alaihi wasallam tregoi kujdesshëm për çërat që të bëjnë dobi, kemi shenjë që nëse gjithashtu pra përfitohet për fjalëve të tij dhe ka shenjë që nëse ndeshen dy dobi, mirë po njëra është më e madhe se sa tjetra, njëra është më e lartë se sa tjetra, atëherë ne do të mëllon përparësi dobisë e cila është më e madhe, e cila është më e lartë. Nga se dobia e cila është më e madhe, e cila është më e lartë, në të përfshihet edhe ajo dobia që është më e vogël, edhe shtesë. Domun përfshihet dobia më e vogël, mirë po kemi edhe dobi shtesë. Po edhe kjo përfshihet kjo rregull në këto fjalë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Prandaj për shembull, nëse ti bën bashk vajta lidhje farevestore me vllahun e tënd edhe axhen tënd. Mirë po dyjat këto lidhje farevestore sa i përket nevojës janë të barabarta, po 50 me 50. Dhe ti nuk i mundsimi i mojt lidhje farevestore se mu kujdes për të dytë në të njëjtën kohë. Po patjetër do të më zgjedh mu kujdes për njërin ose mi mojt lidhje farevestore vetëm me njërin. Kjo vetëm si shembull. Atëherë këto do të më dhon përparësi mojt lidhjes farevestore me vllahun, ka se kjo është më e dobishme edhe është më e mirë. Ose për shembull nëse i ki dy xhami, edhe dyja sa i përket distancës, largësisë, pra janë njëjtë. Mirë po njëra prej tyre ka xhamat më shumë, ka njerëz më shumë që falen. Atëherë do të më dhon përparësi, po kësaj xhamie në cilën ka xhamat më shumë, ka se namazi që falet aty është më i mirë, më i vlefshëm. Prandaj pra fjala për asaj kur po tregoj kujdesshëm për gjërat që të bëjnë dobi, po e përshin edhe këtë rregull. Kur bën bashk dy dobi, mirë po njëra është më e madhe se sa tjetër, po gjithmonë do të më dhon dobi përparësi dobisë më të madhe. Gjithashtu edhe kundërta. Nëse njeriu patjetër do të me vepru një gjë të ndaluar, po do të më zgjedh mes dy gjërave të ndaluara, mirë po njëra është më e rëndë, më e madhe se sa tjetra, atëherë njeriu do të më zgjedh me vepru atë dëmin ose ndalesën e që është më e lehtë, që është më e vogël. Po sa i përket ndalesave, do të më dhon përparësi ndalesave që janë më të lehta, më të vogla. Ndërsa sa i përket urdhave, edhe dobive, pra do të më dhon përparësi urdhave që janë domthon nivel më të lartë ose dobive që janë më të mëdha. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, po na shpjegoi që sado që njeriu po tregohet i kujdesshëm
për gjëra që i bojnë dobi, nuk ka mundësi mi arrit ato përveç nëse Allahu i jep sukses me ndihmën e tij. Por nuk ka sukses në ato përveç nëse ndihmon Allahu. Prandaj po besimtari duhet të tregohet i kujdesshëm që në të gjitha çështjet e tij me kërku ndihmën prej Allahut. Për këtë arsye pejgamberi vazhdoi me parimin ose rregullin e dytë, tha musta'in billah, dhe kërkoi ndihmën prej Allahut. Kjo fjalë pejgamberi është e ngjashme plotësisht me ajetin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, vetëm ty të adhurojmë dhe vetëm prej teje ndihmë kërkojmë. Ka se gjëja më e dobishme për besimtarin që tha më lart janë adhurimet, ibadeti. Prandaj duhet më shumë të besimtari që duhet të tregohet i kujdesshëm i zellshëm janë këto adhurime, më shumë se çdo gjë tjetër. Pra ihris ala ma yanfa'uk, tregoj kujdesshëm për atë që bën dobi, është iyyaka na'bud, vetëm ty të adhurojmë. Wasta'in billah, a kërkon ndihmën e Allahut, wa iyyaka nasta'in, dhe vetëm prej teje ndihmë kërkojmë. Edhe pra kujdesi ndaj gjërave që na bojnë dobi, vetë ky kujdes është adhurim ndaj Allahut. Prandaj nuk ka mundësi njeriu me arrit me realizu këtë adhurim përveç se me ndihmën e Allahut. Kështu që besimtari pra çdo herë, çdo kohë, çdo vend duhet me kërku ndihmën prej Allahut subhanahu wa taala, po që Allahu me ndihmu. Po më thonë Allah ndihmon, qoftë me gjuhën e tij, qoftë me zemrën e tij, gjithmonë me kërku pra ndihmën prej Allahut subhanahu wa taala. Dhe domthon kjo fjala pejgamberi musta'in billah është vërtet fjalë e mrekullueshme që ka ardhur mas porosisë të parë ihris ala ma yanfa'uk. Kushtu tregoj kujdesshëm për gjërat që të bojnë dobi. Nga se gjithashtu njeriu ka mundësi me qenë njeri i mençëm, inteligjent, edhe mi përsjell, mi lumtu gjërat që i bojnë dobi, edhe me zgjedh ato që është më e dobishme për të. Edhe me punu në këtë drejtim. Unë tregoj kujdesshëm, i zellshëm, pra me dhon mundin e tij, mirë po nga një herë njeriu mashtrohet me veten e tij, mashtrohet me mençurinë, me zgjuarsinë e tij. Edhe i mbështetet vetes së tij në këto përpjekje. Edhe harron kërkimin e ndihmës prej Allahut subhanahu wa taala. Dhe kjo se që dimi ndodh shumë njerëzve. Po njeriu e ka vetë pëlqimi. Nuk e përmend Allahun, nuk kërkon ndihmë prej tij. Prandaj nëse njeriu është që në veten e tij, po që ka forcë, ka fuqi me bëu vepra, që është tham qoftë forcë fizike, qoftë forcë mendore, pra kështu më radh, e sheh që domthon po tregohet të kujdesshëm për gjërat që i bojnë dobi edhe i vepron ato, mirë po fillon domthon mi pëlqy vetja e tij, edhe harron ndihmën prej Allahut subhanahu wa taala, atëherë kjo është sprovë, është fatkeqësi e madhe. Për këtë arsye penson po sjell këtë porosi. Mos tani bila kërkon ndihmën prej Allahut, mos e harro kur këto, edhe në qoftë për gjëra shumë të vogla se të thjeshta. Siç ka në hadithin tjetër pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që pejgamberi ka thonë se cili përlosh le ta kërkoj nevojat e tij prej Allahut. Madje prej Allahut le ta kërkoj edhe krypën e kuzhinës, krypën me cilën ushqehet ose përgatit ushqim, madje le të kërkoj prej Allahut edhe rrypën ose lidhsen e kputës kur ai kputet. E ato le ta lut Allahun subhanahu wa taala që më ia zaventsu, më ia kompenzu. Pra edhe nëse janë gjëra shumë të thjeshta, shumë të vogla, mos harro kërkimin e ndihmës me Allah subhanahu wa taala. Madje edhe kur dëshiron me marr abdes ose mu fal ose me shku për qëllime ndryshme, djathtas, majtas, ose edhe me marr një gjë me vendos për shembull në tavolinë që është shumë e vogël e kështu me radhë, gjithmonë me zemrën tonë edhe mendjen tonë kujtoja që ti do të me kërku ndihmën e Allahut subhanahu wa taala. Nëse Allah nuk ndihmon, nuk i mundsi as që gjën më të vogël me vepru ose me kry pa ndihmën e Allahut subhanahu wa taala. Do pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po sjell rregullën e radhës, po thot wala ta'jaz ose wala ta'jaz, dy lezimet janë të pranueshme. Pra qëllimi është mos u tregoj pa aft, mos u tregoj dembel për taci pa aft ndaj veprave të mira, ndaj hajrateve, mirësive. Mirë po njeriu do me ja kujtu vetes ose me ditë që realisht ai është duke po pa drejtësi vetes së tij. Po kur njeriu thot unë nuk kam mundësi, atëherë fjala e tij nuk ka mundësi është në kuptimin nuk dëshiroj. Fa i thjesht është duke mashtru veten e tij. Pa ai që thot nuk ka mundësi, do më thonë më tregu i rregull namazin e sabahit në xhami. Po gjumi i ran, s'po më del gjumi, vështirë mos gju, e kështu me radhë. Qëllimi është
ose këtij personi thuhet mos thuj nuk ka mundësi, më po thuj nuk po dëshiroj. Ose dikush thotë s'po ka mundësi me lani me kat, s'po ka mundësi me lan duhanin për shembull, ose s'po ka mundësi me lan muzikën, ose shikimin haram, ose në anën tjetër s'po ka mundësi për shembull dikush tjetër thotë me fal namaz natës ose me mësu Kur'an për mensh. Po thjesht thuj nuk po dëshiroj, mos e mashtro veten tonë. Për arsye se Allah subhanahu wa taala nuk na ka kërkuar neve me gjëra që janë të pamundur po neve, që na shkaktojnë vështirësi të mëdha. Po nuk na ka kërkuar diçka me diçka që është jashtë mundësive tona. Kjo fe është e lehtë. Madje këto adhurimet, këto bindet te Allah subhanahu wa taala, diturit fetare, që shkencat ose diturin fetare që e nxan njeriu, pra që e mëson, kjo është kënaqësi e syrit, edhe është prehje e shpirtit edhe e zemrës. Po si ka mundësi njeriu më thonë nuk po ka mundësi mi kry këtu. Thjesht pra kjo është pasimi i tekave të tij, është pasimi i epshave dhe dëshirave të tij. Pra besimtari do të më pas kujdes, po me qenë i kujdesshëm me net gati vetes së tij. Nëse dëshiron shkallët e larta në xhenet, atëherë më son thotë ihris, tregoj kujdesshëm i zellshëm. Wasta'in billah, kërkon ndihmën e Allahut, edhe mos u tregoj i paft. Mos uj nuk mëj, mos u tregoj i paft, mos uj nuk mëj. Wala ta'jaz, pra ke kujdes prej paaftësisë. Sidomos paaftësia që e godet njeriu në gjatë veprës. Për shembull, dikush e nis, e fillon një vepër të mirë, dobishme, që i bën dobi vetes edhe të tjerëve, mirë po në fillim të rrugës ose gjatë rrugës, ka mesi rrugës, fillon të mërzitet, fillon të lodhet, edhe e braktis këtë vepër të mirë, ose edhe ndalet prej saj. Edhe këto është të shumë për njerëzve, ose të disa për njerëzve, fillojnë pra punë të mira, punë dobishme, mirë po ndalen. Kur e pyet pse u ndalën, pse nuk i vazhdove deri në fund, thotë Allahu mërzite ose u lodha. Kjo ndodh shumë për njerëzve. Prandaj përjasojmë këtu po na tërheq vërtetën, që atij që Allah subhanahu wa taala ka inspiruar, e ka frymzuar, i ka dhënë sukses, ja ka hap krahërorin, zemrën, gjoksen di për një vepër të mirë, në vepër dobishme, le të vazhdojnë atë, mos ta ndërprej. Mos tregoti paft, mirë po le të vazhdojnë këtë hajër duke luftuar veten e tij, nefsën e tij, egon e tij, duke u munduar, duke dhënë përpjekje dhe duke gjithashtu duke kërkuar ndihmën prej Allahut subhanahu wa ta'ala. Pra, la ta'jaz, po thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, vazhdo në vepër. Mos u vono, mos u ndal. Mos u valla ky projekt ose kjo vepër merr kohë shumë. Çështa më lart, valla un jam i angazhuar me çështje të tjera. Por derisa ti në fillim të kësaj çështje po ke vendosur me lejen e Allah subhanahu wa taala që kjo është e dobishme për ty, atëherë vazhdo, kërkoj ndihmën e Allahut edhe mos u ndal, por mos u tregoj paft. Dhe ky hadith realisht, po për me shpjegoj këtë hadith ka nevojë ashta me shkruaj vëllime të shumta. Aq është hadith madhështor, por është fjalë për mbledhësit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nga se pri mënyrave ose formave se si njeriu pra mund të tregohet i paft, po janë aq shumë të sa që nuk mund të numërohen. Për shembull, ai që kërkon dije, fillon e lexon libër, edhe sheh që vërtet ai libër ka dobi në të, është i dobishëm, mirë po pas një javë ose një muaj ai lën atë libër, edhe ka lënë te një libër tjetër. Këtë rast, këtij duhet t'i themi kërkon ndihmën e Allahut subhanahu wa taala. Tregoj kujdesën për atë që të bën dobi, kërkon ndihmën e Allahut, mos e dërgoj paft. Pse domthon po ndërprejnë, pse nuk po vazhdon, pse po tregosh i paft në vazhdim e leximit të këtij libri. Po kjo është kuptimi i fjalës së pejgamberit ku valla ta'jaz, mos e lë veprën pra, mos tregoj paft me ndërprej ato. Përderisa ti ke vazhduar, domthon ke filluar me lexu këtë libër për shembull, ke po që është i dobishëm, vazhdo. Për këtë arsye e sheh që personat e këtill hupin shumë pikos e tyre dhe nuk arrin asgjë. Se nga njerë lezon këtë libër, nga një libër tjetër, zhvendoset e tjetëri, e kështu më radhë, po nuk përfiton, ose shumë pak përfiton, ose nuk përfiton asgjë për i lezimit këtë libra. Madje edhe në çështjet mesele që janë, pra që janë degë të fesë, për shembull disa nxënës dijes, dëshiron me lezu një mesele, për mesele të fesë në libër të caktuar, edhe fillon me shfletu atë libër, pa hulumtar e kësaj mesele. Mirë po gjatë shfletimit,
të librit, po hasën një meselë tjetër, një çështje tjetër, edhe ndalet ajo. Pastaj tjetër kështu më radh, edhe kështu hum pra atë qëllimin kryesor, parësor, pse ka hap librin. Edhe hum shumë kohë. Edhe kjo ndodh për shembull, nëse njeriu lexon për shembull fatvat, librin që flet për fatvat e Shehul Islamit Ibn Taymiyyah, sepse ky libër nuk është i përkthyer në shqip, mirë, po mundet më ndodh pra me çdo libër tjetër që ka shumë çështje atë. Për shembull, njeriu fillon me lexuar atë libër edhe me nxjerr ose me përfituar një meselë, mirë, po çu tham, kalon afër një meselë tjetër që i pëlqen më shumë. Mirë, po kjo nuk është metodë ose rrugë e duhur, nuk është e saktë, është gabim. E saktë është që ti, nëse ke hap librin për një çështje, një meselë, atëherë mund dal vetëm me lexu vetëm atë meselë dhe me përfitu prej saj. Gjë shumë është nëse dikush lexon për shembull për biografinë e sahabeve në një libër caktuar që flet për biografinë e tyre. Për shembull, hulumton për biografinë e një sahabiu, mirë, po kur e hap librin, has në një biografi tjetër. Pastaj në një tjetër, ndalet e lexon atë. Pastaj për shembull hap librin, në herën tjetër e lexon një biografi tjetër, kështu më radh, po hum kohë shumë dhe nuk arrin pra me lexu biografinë për cilën e ka hapur librin. Edhe kjo pra është hint e humbja kohës. Për këtë arsye pejgamberi sallallahu alajhi wasallam gjithmonë pjeuzimet e tij ka qenë që me fillu pi gjërave që janë më të rëndësishme, pastaj ato që janë të rëndësishme. Po gjëja më të rëndësishme për cilën ai ka punuar dhe ka vepruar, me fillu prej saj. Prandaj kemi një hadith kur Itban ibn Malik radiallahu anhu ka ftu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ai ka thonë që po dëshiroj më orë në shtëpinë time që mu fal në shtëpinë time, edhe vendi ku ti falësh unë me saktu si vend falje se musalla. Edhe pejgamberi sa ka shku te ai me disa prej sahabeve kur kanë arritur shtëpia e tij, edhe kanë kërkuar leje me hyj aty, edhe ju ka dhënë leje, e kanë po që ky Itbani, Allahu mëshiroft, radiallahu anhu, Allah qoftë i kënaqur me të, ka përgatitur ushqim për të. I përbeja sa nuk ol më hangër spari ushqimin. Por i tha, ku është vendi që po dëshiron që unë mu fal atë, që me caktua ato si vend falje. Edhe ja ka treguar u fal pejgamberi. Pastaj unë ul më hangër ushqimin që e ka përgatitur. Prandaj kjo është një pjesë argumenteve që tregon se njeriu do të më fillu për asaj që është më e rëndësishme, ose për asaj vepre për cilën ai ka shku dhe ka lëviz, domthon ka u mundu dhe ka bë përpjekje. Me qëllim që mos më humb shumë prej veprave të tij kot ose pa arrit qëllime të caktuara dhe pa dobi. Prandaj pra kur po thot për asaj mola të ajës, mos e dërgoj pa, pra mos e dërgoj demel, që tham, mos u vonon kryen e një vepre, nëse ke fillu pra vazhdoje, mos e ndërprej. Gase nëse ndërprejnë edhe vazhdon një vepër tjetër, pastaj edhe këtë tjetër e vazhdon, e ndërprejnë vazhdon të tjetër kështu më radh, po në këtë rast nuk e me arrit që mi përkry veprat e tua, ose mi realizu veprat e tua në formë të plotë dhe të përkryer. Pastaj çu sa më lart gjërat e dobishme që më përmend këtë hadith. Po kur po thot për janë ihris ala min fuk, tregoj kujdesshëm për gjërat që janë dobishme, pra e përmend më lart përshin edhe çështjet e fesë dhe çështjet e dunjos. Kto e përmend edhe Ibn Qayyim Allahu shoh thot, dhe njeriu ka nevojë për gjërat e dobishme në këtë dunjë, ashtu që ka nevojë për gjërat e dobishme në fe ose në çështjet fetare. Pra boshtë rrethëlet vërtetët lumturia e njeriu dhe suksesi i tij është që të tregohet çish na kallzon ky hadith, pra të kujdesshëm, i zellshëm, të mundohet përpiqet shumë në çështjet e gjërat të dobishme të dy llojeve, po edhe të fesë edhe të dunjos. Mirë, po gjithmonë duhet të kërkojë ndihmën e Allahut subhanahu wa taala. Kurdo që njeriu pra tregohet i kujdesshëm për gjërat që janë dobishme, edhe mundohet për to, po ai përpjekjen e tij edhe i ndjek shkaqet edhe rrugët e tyre, edhe kërkon ndihmën e Allahut subhanahu wa taala në arritjen e tyre dhe në përkryen e plotësimin e tyre, atëra ai ka me arrit këto çështje në mënyrë të plotë. Edhe kjo është ajo rruga ose dera e shpëtimit të tij dhe lumturisë së tij. Mirë, po kurdo që njëra prej këtyre tre gjërave mungon, atëra ti ka mi mungu për mirësisë, për i hajret, aq sa mungon njëra prej këtyre tre gjërave. Prandaj thot, nëse dikush për shembull nuk tregohet i kujdesshëm, i zellshëm për gjërat e dobishme, mirë, po çështë tham deri tash është demel, është për tas që nuk arrin asgjë. Nga se demelia
pra është origjina, piknisja e çdo zhgënjimi dhe dështimi. Themelia, përtasia për vepra, për gjëra të dobishme. Po dembeli nuk arrin asgjë, nuk arrin kur far hajri, kur far mirësie, nuk arrin kur far nderi. Madje domthon ai nuk arrin me fitu, domthon gjëra të dobishme as të fenë as në unionin e tij. Mirë po në anën tjetër, nëse dikush është i kujdesshëm, i zellshëm, mirë po jo për gjëra të dobishme, që është më lart, mirë po është i kujdesshëm për gjërat që janë dëmshme, ose për gjëra që nuk janë dëmshme, mirë po ja humbin këtij, ja largojnë që të përkryen për sosurinë e veprave. Atëherë thotë edhe në këtë rast, pra rezultati i kujdesit të tij do të jetë zhgënjimi. Do të humb hajrin dhe mirësinë. Edhe do të arrin, pra do të godas sherrri dhe dëmi e keqja. Ka se thotë sa njeriu pra që është i kujdesshëm për pa i zallshëm me ndjek metoda, rrugë, mjete ndryshme, mirë po që nuk janë dobishme, thotë nuk përfiton asgjë prej kujdesit të tij. Pas përfiton asgjë përveç lodhjes, vujtjeve, mundimeve kështu më radhë. Gjithashtu Ibn Rajab Allahu mëshiroft thotë se për kërkimit të ndihmës prej Allahut subhanahu teala, po më kërkon ndihmën vetëm prej Allahut, jo pi dikujt për krijesave. Kjo është për shkak se njeriu është i paaftësir në mënyrë të pavarur mbi bë dobi tjetrit, mi sjell dobi tjetrit apo mi largu dëm. Për këtë arsye po ndihmën do të më kërku vetëm prej Allahut. Edhe nuk ka mundësi pra që njeriu të më ndihmu për interesa dobi të fesë së tij dhe dunjos së tij përveç Allahut subhanahu teala. Atë që ndihmon Allahun, ai është i ndihmuar. Atë që Allahu subhanahu teala lën pa ndihmë, ai do të mbetet pa ndihmë. S'ka askush pikë krijesave që mundet më afru këtë ndihmë. Do thotë kjo është realizimi i kuptimit ose domethënies së fjalës la haula wala quwata illa billah. Nuk ka ndryshim dhe forcë se me Allahun. Pra kuptimi i saj është se nuk ka mundësi njeriu me ndryshu në gjendjet e tij në një gjendje tjetër. Dhe nuk ka forcë për me bë këtë ndryshim veçse me ndihmën e Allahut subhanahu teala. Prandaj thotë kjo është një fjali shumë madhështore dhe është thesar për thesarave të xhenetit, pra që ka në hadith për jamesam, dhe njeriu pra ka nevojë gjithmonë me kërku ndihmën prej Allahut subhanahu teala, shtam deri tash në spari në kryen e veprave, urnave të Allahut subhanahu teala, po gjithashtu në braktisjen e mëkateve, po ka nevojë për ndihmën e Allahut edhe në durimin që do të më pas përballë ose karshi caktimeve të Allahut subhanahu teala. Edhe caktimet e Allahut thotë të gjitha. Ato që godasin këtë dunjë, caktimet e Allahut që godasin në gjatë vdekjes, pas vdekjes, edhe ndohen caktimet e Allahut që godasin kur ballafaqohet me ato frikat edhe tmerrat e rënda ose të mëdha në ditën e Kiametit. Pra, edhe në jetën e varrit, po edhe në ditën e Kiametit. Thotë askush nuk ka mundësi me ndihmu njeriu, po që jetë i durueshëm ndaj këtyre caktimeve të Allahut subhanahu teala përveç tij, përveç Allahut subhanahu teala. Prandaj kushdo që arrin me ose realizohet për të ndihmë, pra ndihmon Allahu subhanahu teala, ose arrin me realizu kërkimin e ndihmës prej Allahut subhanahu teala në këto caktime, thotë ai është i ndihmuar prej Allahut, ose konsiderohet i ndihmuar prej Allahut subhanahu teala. Dhe pastaj si argument e sjell këtë hadith pejgamberit son që jemi duke shpjeguar në këtë temë. Prandaj thotë kushdo që e braktis kërkimin e ndihmës prej Allahut subhanahu teala, kërkon ndihmë prej dikujt tjetër, Allahu subhanahu teala lën nën kujdesin asoj gjëje tjetër ose asoj krijese tjetër për cilës kjo mbështet ajo dhe ka kërkuar ndihmë. Dhe kështu thotë përderisa mbetet në kujdesin e asoj krijesës tjetër, thotë kë mbetet pa ndihmë. Po mbetet pa ndihmë prej Allahut subhanahu teala. Thotë edhe Hasan al-Basri ka shkruar Umar ibn al-Azizit ka thonë la tasta'in bi ghayri Allah fayakilaka Allahu ilayhi. Mos kërkon ndihmë prej dikujt tjetër përveç Allahut, po mos mbështet dikujt tjetër përveç Allahut që Allah pastaj të lën ty në kujdesin e tij. Dhe prej fjalës që transmetuar për disa prej selefëve është që ka thonë o Zoti im, unë çuditna me atë i cili të ka njoft ty qysh e shpreson dikon tjetër përveç teje, po qysh i varr shpresat e tij te dikush tjetër përveç Allahut. Gjithashtu thotë çuditë me atë i cili të ka njoft ty qysh ka mundësi me kërku ndihmë prej dikujt tjetër përveç Allahut. Dhe në fund pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po na sjell neve edhe rregullën e fundit, pra që njeriu ose para se me përmend rregullën e fundit, po lexojmë edhe fjalët e disa dietarëve, pra si Imam Nawawi Allahu mëshiroft kur e shpjegon këtë hadith, atë kuptimi është që ti duhet të tregosh i kujdesshëm për adhurimin ndaj Allahut subhanahu teala dhe të kesh dëshirë, pra lakmi për shpërblimin që është Allahu dhe të kërkosh ndihmën e Allahut subhanahu teala në gjithë këtë. Të mos tregosh dëmbël, po i paaft në kërkimin e
adhurimin ndaj Allahut subhanahu taala, por gjithashtu edhe në kërkimin e ndihmës prej tij. Gjithashtu Ibn Hubeira ka thonë, sa i përket fjalës për asomla ta'jaz, thotë kjo tregon se nuk i takon besimtarit më tregu i këtill. Nuk bën besimtarit më tregu kështu më koni paft. Përderisa ai ka mbet asoj çështje, në atë çështje por ka mbet ende mundësi që me pas zgjidhje edhe mundësi me vepru. Për këtë arsye pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka kërku mbrojtje te Allah subhanahu taala prej paaftësisë. Për shkak të dëmit të madh që ka paaftësia për Islam, për muslimanin dhe fenë e tij. Anas ibn Maliku transmeton që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam lutej dhe thoshte: Allahumma inni a'udhu bika min al-'ajzi wal-kasal wal-jubn wal-harami wal-bukhl. O Allah, kërkoj mbrojtje te ti prej paaftësisë, prej ndëmbelisë, prej mosguximit, pleqërisë së shtyr dhe gjithashtu prej kooperacisë. Në ujë Allah më shroft, kur i shpjegon dëmën e paaftësisë dhe ndëmbelisë, thot, sa i përket paaftësisë, dietar kanë thënë që paaftësia është kur njeriu e braktis një gjë që e ka obligim me vepru. Edhe e zvarrit ato. Thot hajt të bëm të sfi, pra thot nesër ose në të ardhmen do ta kryej. Derisa sa i përket dëmbelisë, për ta si thot është kjo kur njeriu nuk ka motiv. Po nefsi i tij, shpirti i tij nuk ka motiv për hajër. Nuk ka dëshirë për hajër edhe pse ka mundësi me kry hajrin. Po paaftësia është që nuk ka e braktis, pra atë që ka obligim, kurse dëmbelia është që ka mundësi mirë, po s'ka dëshirë për ta. Do nuk ka dëshirë ose pak dëshirë për me kry hajër. Prandaj thot kur pejgamberi ka kërkuar mbrojtje për këtyre gjërave që përmend këtë hadith, kjo është thot që ka dëshiruar që të ai të përkryen të plotëson ato tiparet në çdo gjendje dhe në çdo rrethon. Thotë gjithashtu thot pejgamberi ka lirsu këtë dua edhe për umetin e tij, pra më mësu edhe umetin e tij që ata me lut Allahun me këtë dua. Prandaj është transmetuar pe pejgamberit sallallahu alajhi wasallam përshkrimi i atij që është ajiz, që është i paaft. Edhe pse ky hadith është i dobët, mirë po kuptimi i tij inshallah është i saktë, që i paafti është ai i cili i ndjek tekat dhe dëshirat e vetes së tij. Po ja i liron frerët e nefsit të tij, shpirtit të tij me vepru çfarë dëshiron, pi kënaqësive, pi dëshirave, pi epsheve, dhe megjithatë ai bën shpresa te Allahu, pra që Allahu ka më fal, Allahu ka më mëshiru, ka më fund xhenet. Po hadithi thot el kayyisu man dana nafsuhu wa amila lima ba'da al-maut. I mençur është ai i cili merr në llogari veten e tij edhe punon për jetën pas vdekjes. Wal ajizu man atba'a nafsuhu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Kurse i paaft është ai i cili i ndjek dëshirat tekat epshat e nefsit të tij edhe pastaj mon shpresat e Allah. Gjithashtu ka ardhur në hadithën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që muslimani pra do të jep lëmosh sadaka edhe mos tregohet i paaft në këtë çështje. Por derisa ka mundësi do të më dhon për hir të Allahut, siç ka ardhur po në hadithin që transmetohet te Abu Dawud dhe Sheikh Albani thotë që është hadith sahih autentik, thotë el aidi thalatha, duart janë 3. Fa yadullahi ulya, dora Allah që është më e larta, pra që ju jep gjithëve, edhe të pasurit edhe të varfrit. Wa yadu al-mu'ti allati taliha, pastaj dora atij që jep, që vjen dohon nëntë. Wa yadu as-sa'ili as-sufla, pastaj vjen dora e lypsit, që është më e ulta. Fa a'ti al-fadla wa la ta'jaz an nafsik, prandaj jep thot pe pasurisë të prisës së pasurisë tënde, që të ka me të prisë jashtë, pasi që i përmbush nevojat elementare, pra nevojat për vete dhe për familjen, ajo që të pranë thot jepe, dhe mos të tregoj paaft në këtë çështje, po në sadaka dhe në lëmosh. Dhe për fund po i lexojmë fjalët e Ibn Qayyimit Allahu shohut, i cili thot ai i cili e kërkon Allahun edhe botën tjetër, nuk ka mundësi që rrugtimi i tij edhe kërkesat e tij të jenë, pra rrugtimi i duhur dhe kërkesat e duhura, përveç nëse i përdor dy lloj përmbajtje ose dy burgime, dy lloj të burgut. E para thotë është me burgos zemrën e tij. Po me ndal me burgos zemrën e tij sa i përket kërkesës së tij dhe atë që po kërkon. Po me burgos zemrën e tij kuptimi është me kërku zemrën e tij vetëm Allahun. Prandaj thotë burgimi i dytë është me burgos zemrën e tij, pra me mbajt zemrën e tij që mos mu kthy ka dikush tjetër veç Allah. Pastaj thotë me burgos gjuhën e tij, nga gjërat që nuk i bojnë dobi. Dhe me burgos gjuhën e tij, pra me mbajt gjuhën e tij që me përdor vetëm në përmendje të Allahut subhanahu taala, gjërat që shtojnë imanin e tij dhe që shtojnë njohurinë, diturinë rreth Allahut. Po ashtu thotë me burgos gjymtyrët e tij nga mëkatet dhe dëshirat e epshët e ndaluara.
Edhe gjithashtu mi burgos, pra mi mbajt gjymtyrët e tij që mi krye adhurimet dhe gjërat e preferuara. Prandaj thot njeriu nuk do të ndahet këtij lloj burgimi, besimtari nuk do të ndahet këtij lloj burgimi derisa ta takoj Zotin e tij. Dhe kur ta takon Zotin e tij, thot ai e liron pikë këtij burgimi në atë hapësirë, thot e cila është hapësira më e gjerë edhe më e mira, më e bukur, më mrekullueshme, pra në hapësirën e xhenetit. Dhe kur do që njeriu nuk tregohet i duruar ndaj këtyre dy lloj burgimeve, ndaj dy lloj përmbajtjeve, edhe thot me këtyre dy lloj burgimeve ikte hapësira e epsheve dhe dëshirave të ndaluara, thot Allah subhanahu wa taala dënon edhe ndeshkon me burgim shumë të rënd kur dal prej jetës së kësaj bote. Prandaj thot kushdo që dal prej jetës së kësaj bote, ose është duke u liruar pi burgut, po për këty lloj burgu që i përmendëm, këty dy lloj burgime, ose është duke liruar pi burgut, ose thot është duke u shkuar në burg. Allahu na ruaj. Dhe në fund pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pra na përmend edhe rregullën e katërt për me cilën arrim forcën, e që është se njeriu pra ka tregon forcën reale, pra njeriu sado që përpiqet, pra sado që mundohet, kërkon ndihmën e Allahut, tregohet, domthon nuk tregohet i paaft tek kështu më radh, megjithatë ka mundësi pra mos me arrit atë që e dëshiron, atë që e shpreson. E këtu pasaj vjen porosia ose rregulli i katërt që na sjell pejgamberi sa mësi me qenë fort, e që është pra me qenë të kënaqur me caktimin dhe kaderin e Allah subhanahu wa taala. Për këto inshallah mbetet me folën e dersën e ardhshëm. Allah subhanahu wa taala di më mirë. Allahu alem. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.